Makinat të para luftës së dytë botërore janë jetë. Fillimisht ajo më thiri për të parë një vetur Ferrari 250 California. Më vonë më tregoi se përreth kështjellës së gjyshit të ndjerë gjendeshin edhe shumë makina të tjera të kësaj periudhe. Filluam të zbuloj makina e makina, shumë makina. Për mua kjo ishte një nga ditët më të mrekullueshme. I shpjegova zonjës rëndësinë dhe vlerën që kanë këto makina. Ky koleksion i rrallë supozohet të jetë mbledhur për 50 vite të tëra. Bejlon, koleksionuesi i tyre, kishte ndërruar shumë herë të hapte një muze për to, por arsyet financiare si dhe shëndeti i rënduar e kishin penguar në realizimin e synimit. Koleksioni përfshin edhe një Bugatti 43 Grand Sport. Ne kemi pasur një histori të bujshme makinash deri më sot. Kjo makinë, për shembull, gjithë jetën e saj ka qëndruar në Angli, para se të binte në duart e një koleksionuesi shumë të rëndësishëm francez. Prandaj kjo vetur ka shumë vlerë. Nuk e di nëse keni parë tashmë, por numri i shasisë është i njëjti, ai origjinali që nga viti 1928. Kjo vetur ka marrë pjesë në përgara me po këtë numër. Bugatti 43 Grand Sport pritet të shitet për afro 2 milion euro.